Shikues të nderuar, jemi rikthyer sërish në studio dhe do të kem nderin të zhvilloj një intervistë me Skype me imamin e nderuar Elton Karaj, lidhur me agjërimin gjatë muajit të begat të Ramazanit, por jo vetëm, edhe për festën e Fitër Bajramit. Zoti Elton, përshëndetje. Përshëndetje. Si ndikon agjërimi në jetën e përditshme të besimtarëve? Jemi drejt fundit të agjërimit, po i themi mirupafshim për ta mirëpritur sërish vitin e ardhshëm, ndërkohë që dhe pak na ndaj nga festa e Fitër Bajramit. Agjërimi patjetër që është një adhurim i veçantë në botën fetare, shpirtërore të besimtarit muslimanëve, që në fakt sapo vjen edhe po zgjerohet edhe masivisht në shoqërinë shqiptare. Këtë e shohim nga numri i praktikantëve të cilët vizitojnë edhe xhamit gjatë muajit të Ramazan, sapo vjen edhe po rritet. Në një farë mënyrë është një adhurim, një aktivitet që është pak më i thjeshtë për të përfshirë njeriu në të, dhe është diçka që njerëzit ushton shumë çka shpirtërisht. Në fakt, agjërimi më vete ka synim që t'i forcojë njeriu lidhjen e tij me Zotin për ta pastruar atë shpirtërisht, për të shtuar devotshmërinë e tij, dhe kjo është diçka që ndikon në aspektin e tij të jetës individuale, por nuk duhet harruar që Ramazani ka edhe një aspekt tjetër që është organizimi në shoqëri. Praktikisht njeriu mëson nga aspekti individual që të kontrollojë veten e tij, disa instinkte të orientojë në mënyrën e duhur, vepra të cilat janë të dëmshme për të dhe për shoqërinë, ai t'i lër pas, t'i lër mënjan, dhe të disiplinojë jetën e tij gjatë një muaji të tërë. Kjo i sjell dobi si atij personalisht, po gjithashtu edhe pjesës tjetër të shoqërisë, sepse Ramazani, ashtu siç në këtë rast është një adhurim që privon veten personi nga ngrënia pirja, gjithashtu në pjesën tjetër të 24 orëshit, pra gjatë iftarit apo gjatë syfyrit mëngjesit, feja nxit që njerëzit të bëhen bashkë në një sofër të përbashkët. Në këtë aspekt, nëse nuk kanë gjetur kohën e duhur jashtë Ramazanit, të përpiqen që gjatë sofrave të iftarit të bëhen bashkë me familjarët e tyre, të bëhen bashkë me shoqërinë e tyre, për të rifreskuar dhe për të forcuar lidhjet e njerëzve me njëri tjetrin. Në këtë aspekt nxit solidaritetin, nxit gjithashtu edhe bamirësinë, sepse feja islame i këshillon praktikantët, ata që agjërojnë, po edhe gjithkusht tjetër që ka dëshirë që të shtrojë sofra iftari edhe për njerëzit të cilët nuk i kanë kushtet më të mira për të plotësuar, të themi, një sofër të këndshme dhe të pasur iftari. Në këtë aspekt, Ramazani shton shumë çka për personin, si në jetën e tij individuale, po ashtu edhe shoqërore. Imam, për të ndalur te kuptimi shpirtëror dhe praktik i agjërimit, cili është ai për gjithë besimtar? Në radhë të parë, patjetër që qëllimi kryesor është që besimtari në një fraksion të vitit të ulet dhe të meditojë rreth vetes së tij, të reflektoj për të shkuarën edhe të marrë disa vendime të rëndësishme për të ardhmen e tij, gjithmonë kjo në shërbim, në funksion të jetës së tij shpirtërore. Kështu që në radhë të parë ne themi që Ramazani shërben për të forcuar edhe më tepër lidhjen e besimtarit me Zotin, për të pastruar veten e tij nga gjëra të pahishme që mund të ketë pasur në të shkuarën, të bëjë një pendes të sinqertë drejtuar tek Zoti i tij, t'i jap fjalën atij, t'i jap fjalën edhe vetes, e cila është edhe një fjalë dhënë për pjesën tjetër të shoqërisë, sepse çdo gjë e dëmshme që ka të bëjë me ne është e dëmshme edhe për pjesën tjetër të shoqërisë në mënyrë të drejtë apo edhe indirekte. Dhe në këtë mënyrë ai të shtoj të rrisë gradën e devotshmërisë së tij, të përkushtimit dhe të dorëzimit ndaj Zotit dhe këshillave për jetesën, për anën praktike të zbatueshmërisë në përditshmëri. Gjithashtu ai në këtë mënyrë do të marrë një mësim shumë të vlefshëm disiplinor, që do ta mësojë atë të
drejtoj jetën e tij në orare të caktuara, pra duke nisur nga gjëja më e thjeshtë që është bësh një planifikim ditor, sepse agjëruesi ngrihet në një orar të caktuar në mëngjes, ka një orar faljeje gjatë ditës, 5 herë në ditë. E bën këtë apo se bën këtë, pavarësisht kësaj, ai ka mëson të themi një program të disiplinuar, i cili mund t'i shërbejë si një model edhe për pjesën tjetër të jetës jashtë muajit Ramazan, dhe ne këtë e këshillojmë gjithmonë që çdo gjë gjatë muajit Ramazan të bëhet me vetëdije të plotë dhe kjo të lërë një shenjë edhe për jashtë Ramazanit. Për personat që kanë ngjëruar për herë të parë në këtë muaj të begat të Ramazanit, çfarë këshillash jep ti? Këshillat për personat që agjërojnë për herë të parë mund të jenë të shumta, por në radhë të parë besoj që kush e ka nisur këtë Ramazan ka kuptuar që gjëja më e rëndësishme në këtë adhurim është durimi. Është durimi dhe të përqendrohen në aspektin e tyre shpirtëror, pra mos ta mendojnë të agjërim gjatë ditës vetëm thjesht momente ku nuk ka ngrënë dhe nuk ka pirë, por që këtë privim nga ngrënia, nga të ushqyerit edhe nga veprat të tjera të caktuara, ai po e bën për hatër të Zotit, po e bën për atë që e ka krijuar, po e bën për atë që i ka dhënë trupin edhe shpirtin, që i ka dhënë njerëzit që e rrethojnë, që i ka dhënë gjitha mirësitë në jetën e tij, sepse dikush këto ja ka dhënë atij njeriu, po e bën për të, po e nis agjërimin për të, edhe kur e mbyll agjërimin e mbyll agjërimin përsëri në emër të Zotit, si dhe pastaj nga ana praktike duhet të marrë disa masa të caktuara, për shembull ushqimet që konsumon për syfyr edhe për iftar, duhet të jenë ushqime cilësore të cilat t'i japin forcë, jetëgjatësi gjatë periudhës së agjërimit, gjithashtu dhe të kenë kujdes ndaj dehidratimit, gjatë natës ata duhet që të konsumojnë ujë në mënyrë të vazhdueshme, që të mos e vuajnë këtë gjatë ditës, sepse kush e ka për herë të parë, patjetër që trupi i tij do të ketë nevojë për disa ditë përshtatje. Por më pas, në fakt, çdo agjërues e kupton mirë se për çfarë ka nevojë trupi i tij, çfarë ushqimesh duhet që ai të konsumojë, dhe kështu ti rezistojë mirë agjërimit. Nuk duhen harrojnë që po bën një vepër shumë të vyer, po bën një sakrificë shumë të madhe, e cila do të ketë një vlerësim si në anën praktike të jetës së tij, nga ana e shëndetit këtu në këtë botë, po gjithashtu edhe një shpërblim shumë të madh me sevapën në jetën e përtejme. Veç besimtarve praktikantë të cilët agjërojnë, kemi dhe besimtarë të cilët nuk e praktikojnë fenë islame, por sërish kanë mbajtur agjërim, sikundër kemi patur raste edhe të personave me besim tjetër që kanë agjëruar gjatë muajit begat të Ramazanit. Si e komentoni? Besoj që është forca tërheqëse e ambientit të muajit të Ramazanit, sepse ne besojmë që vetë koha gjatë muajit të Ramazanit është një kohë e begat me një ndikim ndryshe. Patjetër persona të cilët qëndrojnë me këmbgulje jashtë kësaj atmosfere normale që është e pamundur të përfitojnë prej saj, por dikush që në një farë mënyre, pak apo shumë, me një ditë agjërim, me 2 ditë agjërim, me 3 ditë agjërim, unë mbaj mend për shembull që si fëmijë të vegjël kur ishim në moshë ende shumë të vogël, pra që nuk kishim detyrime fetare, dëgjonim nga njerëzit në ambientet tona që agjëronin, për shembull agjëronin ditën e parë, ditën e mesit, ditën e fundit të muajit Ramazan. Kishte nga ata që agjëronin nga fillimi deri në fund, por që nuk ishin praktikantë, të themi, që të kryenin edhe faljet apo gjëra të tjera në jetën e tyre. Menjëherë, pra me një ditë agjërimi, me një përfshirje në një iftar, me një përfshirje në një syfyr, njerëzit me sa duken e ndjejnë veten e tyre mirë, e ndjejnë veten e tyre këndshëm, ndjejnë që po bëjnë diçka pozitive, ndjejnë që po bëjnë diçka për hatër të Zotit, dhe nuk ka ndjenjë më të fortë dhe ndjenjë më të lartë se sa njeriu të bëjë diçka për krijuesin e tij. Është një situatë pak e çuditshme në aspektin pozitiv të saj, dhe që të themi e ndihet duke praktikuar. Njerëzit ndihen mirë në këtë ambient agjërimi, dhe besoj që kjo pastaj her pas here i tërheqin njëri tjetrin, si dhe gjithashtu është edhe efekti shoqëri. Pra, qoftë praktikant i një besimi tjetër, ai është duke bërë një sakrificë, të cilën këtë sakrificë po e bën në emër të Zotit. Pra, kështu mund ta shohë një krishter se çfarë po bën një musliman në këtë rast, ashtu siç themi dhe ne për raste të tjera kur
besimtarët e besimeve tjera kanë praktikat e tyre në fund të fundit, ata po e bëjnë me sinqeritet për hatër të Zotit, dhe kjo është diçka për t'u vlerësuar në të gjitha aspektet. Besoj që kjo i shtyn njerëzit që të ndajnë të njëjtat ambiente dhe të bëhen pjesë, qoftë edhe për të pasur një eksperiencë ndryshe. Numri i qytetarëve të cilët frekuentojnë xhamit, sidomos në këto 10 ditëshit e fundit, ka qenë tet i lartë dhe kjo është vënë re. A është kjo një shenjë që shqiptarët, po flas për vendin tonë, pra qytetarët shqiptar, e ndjejnë më shumë afrimitetin me Zotin dhe të gjithë të mira që ka bërë krijuesi? Pa pikën e dyshimit në këtë aspekt, nuk ka fuqi tjetër që njerëzit t'i ngrejnë orare të caktuara dhe të gjenden në ambiente si ambientet e xhamisë. Kjo është një kënaqësi shpirtërore të cilën ata e ndjejnë shumë thellë, besoj. Ka njerëz të cilët vinë për herë të parë në xhami pikërisht gjatë muajit Ramazan dhe vinë në oraret edhe më të vështira, sepse falja është 5 herë në ditë në oraret e drekës, në orare më të, themi, thjesht aksesueshme për gjithë secilin, për rutinën, themi, të jetës që ne kemi. Por kanë ardhur në orare shumë të vona, në orën 1 të natës, në orën 2 të natës, 1 orë, 2 orë, duke qëndruar në xhami me falje të tezë zgjatura, sepse kjo është nga veçoritë e tjera të Ramazanit, praktikisht për ta përjetuar atë më thellë, dhe nuk ka forcë tjetër, mendoj unë, që ta ngrejë një person në ato orar, duke ditur që në mëngjes do të nisë rutina, do të shkohet në punë dhe detyrimet patjetër që nuk paksohen në këtë aspekt dhe nuk duhet paksohen përsëri. Në radhë të parë i duhet dhënë haku familjes, detyrimet që kemi ndaj tyre apo ndaj punës, patjetër që duhen kryer me përkushtimin maksimal, por kjo është një sakrificë. Dhe këtë sakrificë njeriu e bën vetëm sepse ndjen Zotin e tij më afër gjatë këtij muaji Ramazani, dhe besoj që njerëzit kanë nevojë për këtë, sepse dita është e përmbushur tehet me gjëra që flasin drejt materiales, që komunikojnë me materialen e personit, jo me aspektin e tij shpirtëror. Çdo kush e ka një orar, thuajse çdo ditë të zënë 8 orësh, 9 orësh apo edhe më shumë orari i punës, është i padiskutueshëm. Pra, ana materiale dhe problematikat e përditshmërisë e mbysin në një farë mënyrë njeriu dhe ka nevojë që të gjejë një moment qetësie dhe një moment reflektimi, një moment që t'i drejtohet Zotit të tij, një moment që të shprehë dhe të shfryjë edhe dufin nëse është e nevojshme për problematikat edhe çfarë vështirësish ka njeriu në jetë dhe t'i drejtohet krijuesit të tij për një zgjidhje. Besoj që edhe ambientet e përshtatshme dhe të krijuara më komfort në xhamit tona, me kushte më të mira, kanë bërë që njerëzit të gjenden pranë dhe këtu duhen falendëruar jashtëmase, besoj unë, klerikët edhe shërbyesit të xhamit, të cilët kanë bërë maksimumin që kushtet në xhamit jenë sa më të përshtatshme për besimtarët. Për të ndalur tek jeta e përditshme, siç e cekë edhe ti, si mund të arrijmë të balancojmë pra stilin e jetesës dhe agjërimin gjatë muajit begat të Ramazanit? Si mund të bëjmë një kombinim për ta përshtatur? Besoj që në këtë aspekt, në këtë drejtim, gjëja më e rëndësishme është menaxhimi i kohës. Menaxhimi i kohës edhe menaxhimi i energjive në anën e dytë, sepse orari, të themi, i ditës është i njëjti. Përsëri në një orar do të ngrihemi për të shkuar në punë, përsëri fëmijët kanë për të shkuar në shkollë, përsëri kemi një punë, një ngarkesë për të bërë. Në mbrëmje do të kthehemi përsëri në familjen tonë. E kështu me radhë, siç i dimë gjërat që janë në përditshmërinë tonë, secili ka ngarkesën e tij dhe secili duhet mirë kuptuar. Në këtë aspekt, agjërimi do ta mbajë atë pa ngrënë edhe papir, kështu që duhet një menaxhim shumë i mirë i kohës në mëngjes, kur të ngrihet, patjetër njerëzit duhet që të konsumojnë syfyr, patjetër që duhet të konsumojnë ujin gjatë natës, dhe patjetër që duhet të konsumojnë, dhe kjo në përgjithësi është mos e natyrshme, në orarin e iftarit të çelin iftar, dhe ta bëjnë këtë në mënyrë të ekuilibruar, të mos e egzagjerojnë në momentin që çelin iftarit, mos e egzagjerojnë, mos abuzojnë me ushqimin, më mirë ta bëjnë dal nga dal edhe të përhapur gjatë orarit të natës, si dhe në mëngjes të mos e kalojnë me diçka shumë të lehtë, por të konsumojnë një mëngjes
sa më të shëndetshëm, edhe nëse kanë mundësi, domethënë, të kenë edhe një ngarkesë edhe më të mirë. Pastaj të mos kalojnë në ditët e sotme, një nga dëmët më të mëdha që ne i bëjmë vetes është që kalojmë shumë kohë në mënyrë të shkuar dëm. Pra kohë e harxuar jo në mënyrë cilësore. Para syfyrit, pas syfyrit, para iftarit, pas iftarit, sidomos tashmë me celularet në përduar, kalojmë shumë kohë të gjatë, gjysmore, një orë, vetëm duke parë celularin, vetëm duke parë ekranin, vetëm duke lexuar disa lajme, të cilat në fund të ditës rezultojnë që thjesht është kaluar një kohë jo fort cilësore. Në këtë aspekt, kjo duhet e reduktuar. Personi duhet që të bëjë syfyrin, duhet që të falë namazin e tij dhe pastaj të shtrihet që të shfrytëzojë sa më shumë kohë, duke qenë i fjetur, promocion i fjetur gjatë ditës. Dhe pastaj, gjatë ditës, nëse ka mundësi që të shmang aktivitete të rënda, atë mund ta bëj dhe duhet që ta bëj, në mënyrë që të mos e sforcoj tepër veten e tij, pavarësisht se themi disa gjëra janë të përcaktuara dhe nuk mund vendosim ne se çfarë do të bëjmë, sidomos nëse kemi një punë të rëndë edhe të vështirë. Por vetëm duke menaxhuar kohën në mënyrë të shëndetshme, edhe energjitë tona, ne mund të themi që trupi ynë nuk do ta vuajë shumë agjërimin dhe ky agjërim do t'i përftojë nga ana disiplinore diçka të shëndetshme personit. Përndryshe pastaj mund t'i mbetet faji edhe agjërimit, themi në këtë aspekt që njerëzit mund ta vuajnë atë gjatë ditës. Në aspektin fetar, persona të cilët kanë punë shumë të rëndë, të cilat e dëmtojnë njeriu, e dëmton agjërimi njeriu nëse qëndron pa ngrënë papir për shkak të punës së rëndë, këtu feja ka dhënë leje që këta persona të mos agjërojnë atë ditë që kanë një punë tepër të rëndë apo të vështirë, apo nëse kanë për të udhëtuar, apo nëse janë të smur, kanë një smundje të rëndë. Besimtarët në këtë aspekt mund të mos agjërojnë duke shtyrë agjërimin e tyre në një kohë të përshtatshme jashtë muajit të Ramazanit. Por unë besoj që shumica e njerëzve me një program të mirë menduar, me një ditë të kaluar në mënyrë disiplinore, besoj që agjërimin e tyre mund ta kryejnë dhe trupi mësohet vetë pas ca kohësh. Për të dalur shkurtimisht tek rregullat, çfarë lejohet dhe çfarë nuk lejohet gjatë muajit të Ramazanit? Çfarë nuk lejohet gjatë muajit të Ramazanit, patjetër është aspekti i sakrificës. Pra ka disa gjëra të cilat janë në kategorinë e gjërave të lejuara, madje të nxitura, siç është ngrënia, pirja apo të themi marrëdhëniet intime. Këto janë gjëra të cilat në kushte normale janë pjesë përbërëse e natyrshme e jetës së njeriu, të cilat duhet të jenë në jetën e tij, por në një muaj kohë, gjatë orarit të ditës, pra nga mëngjesi, nga sabahu, deri në orarin e akşamit, që praktikisht tashmë i bie nga ora 4 e mëngjesit deri në orën 6 e pak, 7-8 minuta të mbrëmjes, personi të tregoj sakrificë, besimtari të tregoj sakrificë, duke thënë që të gjitha këto mirësi që unë kam, ushqimi, ngrënia, pirja apo edhe aktivitetet e tjera fizike, unë i kam prej Zotit. Zoti më ka thënë që a heq dot dorë nga këto gjëra për një orar të caktuar. Dhe unë kam thënë që patjetër që heq dorë vetëm për hatër të Zotit. Në këtë aspekt personi shpreh devotshmërinë e tij. Këto janë të ndaluara gjatë ditës. Por gjatë natës pastaj të gjitha këto që ishin të ndaluara gjatë ditës janë të lejuara. Ndërkohë që ka edhe disa gjëra tjera që janë të ndaluara të themi edhe në kushte normale, edhe jashtë muajit të Ramazanit. Në muajin e Ramazan, këtu kërkohet një vetëdijësim më i thelluar. Pra personi për gjëra të cilat i ka neglizhuar apo i ka marrë me të lehtë gjatë jetës së tij, edhe ngritja e zërit, edhe të themi mungesa e buzëqeshjes në fytyrë, edhe fytyra e vrentur janë gjëra prej të cilave besimtari duhet të qëndrojë larg gjatë muajit të Ramazanit. Gjatë muajit të Ramazanit ai duhet të jetë i buzëqeshur ndaj njerëzve. Gjatë muajit të Ramazan ai duhet të jetë 10 fish më i duruar. Në krahasim me çfarë mund të ketë qenë gjatë ditëve të tjera të vitit. Apo çfarë është rreptësisht ndaluar një herë, të them për ta kuptuar themi logjikën e gjës, çfarë është ndaluar një herë në kushte normale, gjatë muajit të Ramazanit është 10 fish e ndaluar. Sepse nëse një person nuk është i kujdesshëm gjatë një kohe që është e shenjtë, gjatë një kohe që është e bekuar, ai nuk do të ketë kujdes 10 herë jashtë kësaj kohe. Për këtë gjë,
Ramazani nëpërmjet çfarë është e lejuar dhe çfarë është e ndaluar, çfarë e nxit që të bëhet gjatë muajit Ramazan dhe çfarë e ndalon kryerjen e tyre gjatë muajit Ramazan, e mëson, njeriu studion gjatë një kohe të gjatë, e praktikon në jetën e tij dhe kjo do të shtojë diçka për të që do t'i vlejë gjatë gjithë vitit. Prandaj ne themi që një energji pozitive e marrë gjatë muajit Ramazan i shërben besimtarit për gjatë gjithë periudhës së kohës së 11 muajve të tjera, sepse praktikisht ai disiplinohet. Pra kjo nuk thuhet vetëm teorikisht. Patjetër që nëse besimtari është i pakujdesshëm, themi gjatë agjerimit të tij, që mund të ndodhë edhe kjo, që është i pakujdesshëm gjatë agjerimit të tij, më pak mësim do të marr, më pak do të përfitojë dhe të themi ajo dobi më pak do të shfaqet gjatë periudhës tjetër të vitit. Por ne në përgjithësi shohim që besimtarët janë vërtet shumë të kujdesshëm gjatë muajit Ramazanit, edhe është kthyer në një shprehje klasike që kur të mërzit dikush, agjeruesi thotë që të lutem mos më mërzit, mos më bëj të them ndonjë gjë tjetër sepse jam agjerueshëm. Pra do të thotë që është i vetëdijshëm për veprën që ai po bën dhe praktikisht ka një dobi të madhe në jetën e tij. Pas 30 ditëve agjerim, sakrificë, lutje dhe adhurim, vjen momenti shumë pritur, Fitr Bajrami. Çfarë simbolizon kjo festë për besimtarët musliman, por jo vetëm, edhe dhënia e sadakas së fitrit? Po, fitr do thotë natyrshmëri. Edhe sadaka e fitrit do thotë t'i japësh prej natyrshmërisë tënde, që do thotë një person i cili ka disa të ardhurat të caktuara, nëse ka mundësi që mbi nevojat e tij dhe të familjes së tij, ai ka një sasi parash të ndarë, ai ta ndaj atë para me rastin e festës me njerëzit të cilët janë në nevojë. Ajo sadakaja e fitrit nuk mund t'i jepet çdo kujt, por duhet t'i jepet patjetër njerëzve të cilët janë në nevojë, përndryshe nuk quhet që ai e ka dhënë sadakan e fitrit. Në një mënyrë shumë të natyrshme, besimtari e ndan çfarë i ka dhënë Zoti atij me njerëzit e tjerë të cilët mund të kenë më pak se sa ai. Kjo është në aspektin e sadakas së fitrit dhe përse është e natyrshmërisë kjo. Në anën tjetër, ne themi Fitr Bajrami, Bajrami i fitrit, që përsëri kalon në natyrshmërinë e çfarë ka kryer personi gjatë një muaji Ramazan. Ai gjatë një muaji Ramazan ka kryer të gjitha ato sakrificat të cilat ne i shprehem deri tani. Për hatër të Zotit ka ngrënë larg ushqimit, për hatër të Zotit ka ndenjur edhe më larg veprave të tjera të ndaluara. Për hatër të Zotit ka agjeruar, për hatër të Zotit ka shkuar në xhami, është falur, është lutur, ka medituar rreth vetes së tij, rreth familjes së tij, nëse ka marrë që duhet patjetër, ka marrë disa vendime jetike për vazhdimsinë e jetës së tij dhe tashmë Zoti atë me Fitr Bajramin e përgëzon. E përgëzon që ke bërë një sakrificë një mujore, një muaj të plot, këtë e ke bërë në mënyrë të vazhdueshme dhe ai që ka bërë një sakrificë të tillë meriton një festë dhe një përgëzim. Patjetër që kjo festë në jetën tonë në këtë botë shprehet me gëzime dhe me hare, duke qenë bashkë me njëri tjetrin, sepse dita nis me faljen e Bajramit dhe në faljen e namazit Bajramit qindra mijëra njerëz, qindra mijëra besimtarë bëhen së bashku dhe është ditë vetëm urimesh. Por nga ana tjetër, ajo që nuk është e dukshme dhe që besimtarit e presin shpërblimin për jetën e përtejme, është që sevapi dhe mirësia e gjithë këtyre ditëve që kanë kaluar me adhurime, tashmë kurorzohen me një ditë Bajrami. Kjo ditë Bajrami është simbol i natyrshmërisë së muajit të Ramazanit, ku fundi i sakrificës është arritja e një vlerësimi, është arritja e një suksesi shumë të madh, sukses i një agjerimi të plot, arritja e faljes së Zotit të gjithëmëshirshëm dhe pasurimi shpirtëror i besimtarit për gjatë një muaji të tërë. Një disiplinim që e ka bërë atë një njeri më të mirë, e ka bërë një person më pozitiv, e ka bërë më të angazhuar për të bërë bashkë me shoqërinë dhe me njerëzit në nevojë dhe këto mësime ai ti transportojnë në jetën e tij edhe gjatë pjesës tjetër të vitit. Kjo është një fitore shumë e madhe. Sikur të gjithë shqiptarët të arrinin një fitore të tillë, unë besoj që fytyra e Shqipërisë do të ndryshonte brenda një jave. Kështu që
për ne ky është gëzim shumë i madh për besimtarin individualisht. Si mund ta mbajmë aromën e agjërimit pra gjithë Ramazanit edhe pas përfundimit të tij dhe cila është thirrja juaj për gjithë besimtarët në këtë ditë feste? Kjo është e rëndësishme. Pra, muaji Ramazan nuk duhet të jetë një muaj i cili nis edhe mbyllet brenda një periudhe të caktuar, sepse të tërë elementet që gjenden brenda Ramazanit, si agjërimi, si falja e namazit, si bamirësia, si mirësjellja ndaj njerëzve, si disiplina ndaj punës edhe ndaj familjes, të gjithë këta element janë veçori të cilat ne i trajtojmë në mënyrë të vazhdueshme si besimtarë musliman mes njëri tjetrit, i trajtojmë në mënyrë të vazhdueshme se si mund të arrijmë suksesin edhe gjatë pjesës tjetër të vitit. Kështu besimtari, për shembull, në aspektin e agjërimit që në këtë rast është 29 apo 30 ditor, gjatë vitit ai mund të agjërojë kur të dëshirojë, çdo ditë është ditë e agjërimit. Dhe këtë e bën në mënyrë suplementare, pra e bën me vetë dëshirën e tij. Por ne në aspektin fetar themi që agjërimi të hënës edhe të enjtes është prej traditës së profetit Muhammed alayhis salam. Pra, vetë profeti ynë jashtë Ramazanit, ditën e hënë edhe ditën e enjte, çdo ditë të hënë, çdo ditë e enjte e kalonte agjërueshëm. Kështu mbante gjallë atë shpirtin e agjërimit gjatë muajit të Ramazan. Nëse bëhet fjalë për sadakan e fitrit për shembull, për lëmoshën e fitrit që jepet gjatë muajit të Ramazan, ne themi që besimtari duhet ta kthejë në një shprehi në jetën e tij që her pas here të jap diçka, të ndaj diçka për njerëzit që janë në nevojë. Qoftë edhe një qerasje në ambientin e pallatit apo banesës ku ai gjendet, sidomos në raste festash të caktuara, ai duhet ta kthejë në pjesë të jetës së tij këtë dhënien për njerëzit e tjerë. Ka shumë apo nuk ka, ai mund të ketë pak edhe vet, por nga një ta ndajë në mes atë dhe t'i jap diçka edhe një personi tjetër. Pjesa e namazit për shkakun që është një nga ngarkesat më të mëdha të muajit Ramazan, patjetër që është, të themi, në përditshmërinë e jetës besimtarit, 5 vaktet janë një detyrim për të që mund të kryhet gjatë gjithë vitit. Duke kapur këto anët praktike të Ramazanit, nëse i shpërndan sadopak në jetën e tij në jetën e tij gjatë 11 muajve të tërë, besoj që në mënyrë të vazhdueshme ai do të mbetet në ambientin e muajit Ramazan edhe do ta kapë edhe Ramazani tjetër atë. Këto do të shërbejnë shumë nga ana individuale, por do të shërbejnë shumë edhe nga ana shoqërore. Besoj që edhe këshilla ime të jetë modeste, por që është këshilla e vetë fesë edhe mënyra se si na këshillon që ne të jetojmë, kjo është që muajin Ramazan ne ta shpërndajmë një 11 muajt e tjerë në mënyrë pak më të rralluar, por mundësisht në trajt të programuar dhe të disiplinuar. Elton, unë të falenderoj për këtë intervistë dhe gëzuar Fitër Bajramin. Faleminderit, gëzuar edhe juve dhe mbar shqiptarëve, mbar muslimanëve. Ishim deri në këto momente me imamin Elton Karaj, njëkohësisht edhe drejtori i arsimit në Komunitetin Musliman të Shqiptarëve, për të sqaruar dhe për të folur për gjatë gjithë muajit begat të Ramazanit pra rreth agjërimit, por jo vetëm, edhe se çfarë simbolizon Fitër Bajrami për besimtarët musliman. Në këto momente kalojmë në një hapësirë publicitare.